Rreshtet e dendura të shiut që përfshin Gjakovën gjatë paraditës shkaktuan vështirësi në qarkullim dhe probleme në disa lagje të qytetit. Në redaksinë e televizionit Syri kanë bërritur disa video nga banorët, të cilët raportuan për rrugët mbuluara nga uji. Megjithatë, gjatë orëve të mesditës situata është qetësuar dhe niveli i ujit në shumicën e zonave është tërhequr. Për gjendjen e përgjithshme, Televizioni Syri ka kontaktuar drejtorin e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim në komunën e Gjakovës, Haxhi Sejdiu, i cili përmes një përgjigje me shkrim bëri të ditur se rreshtet nuk kanë shkaktuar pasoja të mëdha. Sipas tij, kërkesat kryesore kanë ardhur nga qytetarët për depërtimin e ujit në podrume, si dhe për probleme në disa segmente të infrastrukturës rrugore. Sejdiu theksoi se rruga Bujaroka, si dhe në segmentin e njohur si Ura e Tabakut dhe pranë rreth rrotullimit afër spitalit rajonal, vazhdon të jetë një nga pikat më problematike gjatë rreshjeve, pasi për shkak të konfigurimit më të ulët të terrenit grumbullohet sasi e madhe uji, duke vështirësuar kalimin e automjeteve. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që edhe në rast të rreshjeve të ardhshme të tregojnë kujdes të shtuar në qarkullim, veçanërisht në zonat që njihen si më të rrezikuara nga përmbytjet.